بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Duke falenderuar Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e tij të shumta, të cilat as numërohen dot as kufizohen, vazhdojmë me mësimin e kësaj mbrëmje, i cili është mësimi i fundit në këtë vit hënor të Hijretit 1447. Mësimi i ardhshëm do të përkoj me vitin e ri hënor të Hijretit inshallah taala në muajin Muharram. Vazhdojmë mësimet nga libri me titull Gjawami el-Ad'iyati Nabawiyya, përmbledhje e duave pejgamberike nga shehu i nderuar Abdurrazak ibn Abdul Muhsin Abbad al-Badr. Allah ruajt atë dhe na dhënë dobi nga ky libër i begat. Thot shehu, tema është shpjegimi i hadithit subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Transmeton Imam Muslimi në saktin e tij nga nëna e besimtarëve, Aisha, Allahu që të kënaqur prej saj dhe prej tij, se ajo ka thënë: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi أستغفر الله وأتوب إليه. قالت أي عائشة: فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Thot nëna e besimtarëve Aisha, Allah që të kënaqur prej saj dhe prej tij, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e shtonte shpesh fjalën Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh. Do ta përkthejmë më pas, inshallah. Jo i thash, o i dërguari i Allahut, të shoh se përsërit shpesh fjalën Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. Pra, i përshosur nga tmetat është Allahu dhe ai i përket gjithë lavdërimi dhe i kërkoi falje Allahut dhe pendohem tek ai. Ai sallallahu alaihi wasallam tha: Zoti im më ka njoftuar, më ka lajmëruar se do të shoh një shenjë në umetin tim. Kur ta shoh atë, do ta shtoj pra fjalën subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh. Dhe unë tashmë e kam para të, pastaj lexoj salavatullahi wa salamu alayh, kur të vinë ndihma e Allahut dhe çlirimi, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë grupe në fenë e Allahut, atëherë madhroje Zotin tënd me falënderim dhe kërko falje prej tij, vërtet ai është pranues i madh i pendimit. Fundoi pra hadithi. Thotë që Abdurrazaku
në vijim, Allah ruajt. Ky është një urdhër nga Allahu i lartësuar për profetin dhe pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam që ta madhëroj Zotin e vet me tasbih, duke thënë subhanallah, i përsosur dhe larg të metave të Allah, ta falenderoj dhe t'i kërkoj falje. Ky urdhër erdhi pas përgëzimit, pra sjarriqit, mysdes, për ndihmën e Allahut të lartësuar në shlirimin dhe hapjen e Mekës dhe hyrjen e njerëzve në fenë Allahut në turma. Prandaj, një grup sahabësh, ridwanullahi alejhim, e kuptuan se profeti sallallahu alaihi wasallam urdhrua me tasbih, tahmid dhe istighfar si falënderim ndaj Allahut për këto begatime të cilat ai e përgëzoi. Sepse pejgamberi sallallahu ka qenë gjithmonë i shqetësuar për udhëzimin e popullit të tij dhe për shlirimin e Mekës, vendlindja e tij, vendi i parë i shpalljes. Pra dëshironte fisit të tij dhe banorëve të Mekës udhëzimin në Islam. Dhe Allahu e gëzoi për zgjalli. I dha dhe mundësi që ta shlironte Mekën, pra i dha sukses. Ndërsa disa sahabë të tjerë, shife fiku i sahabëve, variante për shtej ndryshëm, si Umeri radiallahu anhu dhe Ibn Abbasi radiallahu anhuma, e kuptuan se ardhja e ndihmës së Allahut, shlirimi dhe hyrja e njerëzve në fenë Allahut grupe, ishte shenjë e afrimit të exhelit, pra të afatit të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe përfundimit të jetës së tij. Pra u plotësua dhe u kompletua mesazhi dhe përgjegjësia jote e Muhammed. Allahu i lartësuar e urdhëroi atë me tasbih, tahmid dhe istighfar që ta mbyllte veprën e tij, pra jetën e tij dhe veprën e tij me to, duke u përgatitur për takimin me Zotin e tij dhe për ardhjen tek ai në gjendjen më të plotë e më të përsosur. Dhe kjo është e qartë në hadithin e nënës së besimtarëve Aisha radiallahu ta'ala anha. Për këtë arsye në disa transmetime të tjera, siç ka ardhur tek Tabaraniu në Xhamiul Bayan, se ajo, Allahu që dënash me të, ka thënë, i dërguari i Allahu sallallahu alaihi wasallam para vdekjes së tij e përsëriste shpesh fjalën subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh. Dhe thoshte, Zoti im më ka njoftuar se do të shoh një shenjë në ummetin tim. Pe ka lënë përgjithshme, kur pas lirimin e Mekës dhe hyrjen e njerëzve në turma, atëherë aty e kuptoi domethënë që kjo ishte shenja që do të gëzoj ty o Muhammed, dhe kur ta shohësh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kur ta shoh atë, do ta shtoj fjalën subhanallahu bihamdi astaghfirullah wa atubu ilayh. Pastaj tha, tashmë e kam para të, kur të vinë ndihma Allahut dhe shlirimi, dhe të shohësh njerëzit duke hyrë turma dhe deri në fund të kësaj sure. Po ashtu Buhariu rahimahullah transmeton nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma se ka thënë, Umeri, pra prisi besimtarve radiallahu ta'ala anhu, më fuste në mezhlis me dietarët e Bedrit, ata që quhen el Bedrijun, Allahu që i kënaqë me ta. Disa prej tyre thanë, përse e fut Umeri këtë djalosh me ne, ndërkohë që dhe ne kemi djemë të moshës së tij. Ai pra Umeri u tha, ju e dini kush është ai? Një ditë më thiri bashkë me ta. Pra, e njihni kush ishte, por nuk njihni pozitën e tij në dije dhe fiqhun e tij, gjërsinë që kishte dhënë Allahu në dije dhe kuptimin e saktë të fesë të teksteve. Një ditë më thiri bashkë me ta. Mendoi se më thiri vetëm që t'ua tregonte atyre. Pastaj tha, çfarë thoni për fjalën e Allahut të lartësuar kur të vinë ndihma e Allahut dhe shlirimi? Pra, si e komentoni këto ajete? Disa thanë, jemi urdhëruar ta falenderojmë Allahun dhe të kërkojmë falje kur na vjen ndihma dhe na jepet fitoria. Disa të tjerë thanë, nuk e dim, ose nuk thanë asgjë. Pra shive edukat dhe sahabë. Ai që ka dije flet, ai që nuk ka hesht, kjo është për të ruajtur dhe mos flasësh mbi Allahun dhe fenë e tij pa dituri. Pastaj më tha, o Ibn Abbas, edhe ti kështu thua? Thash, jo. Tha, atëherë çfarë thua? Pra si komenton këto ajete, thash, kjo është shenja e afrimit të exhelit, të afatit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja bëri të ditur atë me fjalën e tij kur të vinë ndihma e Allahut dhe shlirimi. Dhe shlirimi është shlirimi i Mekës. Kjo është shenja e afrimit të afatit tënd. Atëherë
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, madhroje Zotin tënd me falënderim dhe kërko falje prej tij, vërtet ai është pranues i madh i pendimit. Umeri tha, unë nuk di nga kjo sure veç asaj që di ti. Pra dhe Umeri e komentoi me komentin, ose mund të thuash që e pranoi komentin e Ibn Abbasit për këto ajete madhështore. Ibn al-Qayyim al-Jauziyja, Allahu mëshiroft, ka thënë, djosa komenti bukur Ibn al-Qayyimit për këtë histori. Thot, kjo është nga kuptimet më të imta dhe më të thella, dhe jo është do kush e kupton atë. Pra duhet fiqh i thellë dhe i gjesh. Allahu i lartësuar nuk e lidhi istighfarin me veprën e tij, por e lidhi me atë që Allahu i dhuroi nga mirësia e fitores për të dërguarin e tij sallallahu alajhi wasallam dhe hyrja e njerëzve në fen e tij. Kjo nuk është shkaku i istighfarit. Kështu kuptua se shkaku i istighfarit është diçka tjetër dhe ai është afrimi i afatit, pra përfundimi i jetës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili është alhamdulillah, i cili është nga plotësimi i mirësisë Allahut ndaj robit të tij, duke i dhënë sukses për pendim të sinqert dhe istighfar, për të takuar Zotin e tij i pastër dhe i dlir nga çdo gjuna, duke dalë para Zotit të tij i kënaqur dhe i pranuar prej tij, radiyatan mardiya wa maqbulan 'inda rabbih. Kjo tregohet edhe nga fjala e tij, pra madhëroje Zotin tënd me falënderim dhe kërko falje prej tij. Kjo tregon gjithashtu se ai sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e madhronte Allahun me falënderim. Atëherë u kuptua se tesbihu i urdhëruar pas lirimit të Mekës dhe hyrjes e njerëzve në fe nuk ishte si më parë, por ishte një çështje më e madhe, sepse ai, pra istighfari dhe tesbihu, ishte një parapërgatitje për kalimin e tij tek shoqëria më e lartë, ar-rafiqul a'la. Nga adhurimi i tesbihut dhe istighfarit që kishte më parë, ai u ngrit në një shkallë tjetër më të lartë. Kjo tregon gjithashtu se Allahu i madhruar e ka ligjësuar pendimin dhe istighfarin në përfundimin e veprave. E ka ligjësuar në fund të haxhit dhe në fund të namazit të natës. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur jepte selam në fund të namazit kërkonte falje 3 herë, pra astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Gjithashtu është ligjësuar që pas plotësimit të abdesit të thuhet Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah, më bëj prej atyre që pendohen shumë dhe më bëj prej atyre që pastrohen. Kështu kuptohet se pendimi, pra tobeja, është i ligjësuar pas veprave të mira. Allahu i lartësuar e urdhëroi të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam me istighfar pas suksesit që i dha në përqimin dhe kuptimin e mesazhit dhe luftën në rrugën e Allahut, kur njerëzit hynë grupe në fen e tij. Përqimi i fes ishte adhurim të cilin ai tashmë kishte plotësuar dhe përmbushur, kështu që istighfari u ligjësua pas tij. Pra përfundoi fjala e Ibn Qayyimit, Allahu mëshiroft. Pastaj thotë Sheikh Abdurrazzaq al-Badr, shkronja B në fjalën wa bihamdihi është thënë se lidhet me fjalën subhan, domethënë të madhëroj ty me falënderimin tënd. Pra të pastroj nga të medat dhe mangësit dhe të madhëroj dhe të falenderoj. Kuptimi është me suksesin tënd, udhëzimin tënd dhe mirësin tënd ndaj meje të madhëroj ty, jo me forcën dhe fuqinë time. La ilaha illallah. Në të ka falenderim ndaj Allahut të lartësuar për këtë mirësi, pranimin e saj dhe mbështetjen tek Allahu i lartësuar, si dhe pohimin se çdo mirësi vjen vetëm prej tij subhanahu wa taala. Fjala e tij astaghfirullah wa atubu ilay në të ka kërkim falje për gjunahet. Pra istighfari ka pozitë dhe rëndësi të madhe, siç e ka sqaruar Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në librin e tij Majmu' al-Fatawa, ka thënë në këto pak rreshta të bukura, Allahu mëshiroft, ka thënë: robi kalon nga vepra e urryer për në veprën e dashur, nga puna e mangët për në punën e plot dhe të përsosur, dhe ngrihet nga shkalla më e ulët në atë më të lartë dhe më të përsosur. Adhuruesi i Allahut dhe njohësi i Allahut çdo ditë
madje çdo orë, madje çdo çast e shton njohjen e Allahut dhe qartësimin e fesë dhe adhurimit të tij. Ai sa i gjen këtë në ushqimin e tij, në pijen e tij, në gjumin e tij, në zgjimin e tij, në fjalët dhe veprat e tij. Ai e sheh mangësinë e tij në praninë e zemrës, në shkallët e larta të adhurimit dhe në përmbushjen e së drejtës së tyre. Prandaj ai ka nevojë për istighfar, pra kërkim falje në orët e natës dhe në skajet e ditës. Madje ai ka vazhdimisht nevojë të domosdoshme për të, në fjalët dhe gjendjet e tij, në vetmi dhe në prani, për shkak të dobive që ai pra istighfari përmban, në tërheqjen e të mirave, në largimin e të këqijave dhe në kërkimin e shtimit të forcës në veprat e zemrës dhe të trupit. Pra istighfari të jep energji dhe forcë dhe vazhdimsi në adhurimet e zemrës dhe të trupit, në bindjen dhe në besimin e tij. Pra përfundoi fjala e Ibn Taymiyes, Allahu mëshiroft. Ka thënë gjithashtu Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në një citat tjetër, robi është i urdhëruar që të pendohet tek Allahu i lartësuar vazhdimisht. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni të gjithë tek Allahu, o ju besimtar, ashtu që të shpëtoni. Pra tobeja dhe istighfari janë shkak shpëtimit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në Sahihun e Bukhariut transmetohet nga profeti sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: "O njerëz, pendoni tek Zoti juaj, pash atë në dorën e cilit është shpirti im. Unë kërkoj falje Allahut dhe pendojmë tek ai më shumë se 70 herë në ditë." Po ashtu në saktin e Muslimit, Allahu mëshiroft, transmetohet se ai sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Vërtet që zemra ime mbulohet me një lloj perdeje të lehtë dhe unë kërkoj falje Allahut 100 herë në ditë." Ndërsa në Sunenin e Abu Daudit dhe të Ibn Majahs dhe hadithin e saktosur Sheikh Al-Albani, transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma se ka thënë: "Ne i numëronim të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wa alihi wasallam në një tubim të vetëm sa i thoshte: O Zot, më fal mua dhe pranoj pendimin tim, vërtet ti je pranuesi i pendimit dhe mëshiruesi 100 herë, ose tha më shumë se 100 herë, në një mezhlis të vetëm." Allahu i lartësuar dhe i madhruar i ka urdhëruar robërit e tij që t'i përfundojnë veprat e mira me istighfar, kërkim falje. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kur jepte selam pas namazit kërkonte falje 3 herë dhe thoshte, pasi thoshte astaghfirullah 3 herë, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. O Allah, ti je selam, pra i përsosuri në veten emrin se si të do dhe i pajshmi dhe prej te vjen paqja, i plot begat je o zotruesi i madhështisë dhe nderit. Siç është vërtetuar kjo në hadithin e saktë pra tek Muslimi prej tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu lartësuar ka thënë: "Wal mustaghfirina bil ashar." Dhe ata që kërkojnë falje në kohën e syfyrit, pra para agimit. Ai urdhëroi që të falen natën dhe të kërkojnë falje në kohën e syfyrit, pra të agimit. Po ashtu Allahu lartësuar e përfundoi surën Al-Muzammil, e cila është sure mekase, është surja quhet suratu Qiyamil Layl, surja e namazit natës, me fjalën e tij: "Wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim." Dhe kërkoni falje për Allahut, vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Po ashtu Allahu i lartësuar në lidhje me haxhin ka thënë në Kur'anin Fisnik: "Fa idha afadtum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dhalin thumma afidu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah inna Allaha ghafurur rahim." Thot, e kur të largoheni nga Arafati, përmendeni Allahun te Mash'arul Haram, pra në Muzdelife, dhe përmendeni atë ashtu siç u ka udhëzuar, ndonse më parë ishit prej të humburve. Pastaj largohuni prej nga largohen njerëzit dhe kërkoni falje Allahut, vërtet Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Madje Allahu i lartësuar e zbriti pra urdhrin e tij për tobe dhe istighfar në fund të çështjes, kur profeti sallallahu alaihi wasallam mori pjesë në betejën e Tebukut, e cila ishte betejë e fundit e tij,
thot i lartësuari në surën At-Tauba: "Laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم." Të nërsuar në këto ajete të bukura, Allahu e pranoi pendimin e profetit të muhaxhirëve dhe ansarëve që ndoqën dhe pasuan atë në kohën e vështirësisë, pasi zemrat e një grupi prej tyre gadisa nuk lakuan. Pastaj ai u pranoi pendimin, vërtet ai ndaj tyre është i butë dhe mëshirues, edhe ndaj atyre treve që metën pas, derisa toka me gjithë djersinë e saj u bë ngushtë për ta. U ngushtuan dhe vetë shpirtrat e tyre dhe kuptuan se nuk ka strehim nga Allahu përveç se tek ai. Pastaj ai u pranoi pendimin ashtu që të pendohen. Vërtet Allahu është ai që pranon pendimin dhe është mëshirues. Këto janë ndër ajetet e fundit të dietarët që kanë zbritur nga Kurani fisnik. Është gjithashtu se surja e fundit që zbriti ishte fjalë Allahut, pra surja Nasr, kur të vinë ndihma e Allahut dhe çlirimi dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fenë e Allahut grupe, atëherë madhroje Zotin tënd me falënderim dhe kërko falje për ti vërtet. Kërko falje prej tij, vërtet ai është pranues i pendimit. Pra, Allahu i lartësuar e urdhëroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ta përfundonte veprën e tij me tasbih, pra lavdërim me madhërim të Allahut dhe istighfar, pra kërkim falje. Thotë që Abdurrazzaku në vazhdim në dy sahihet të Buhariu dhe Muslimi nga Aisha Allahu që të kënaqë me to transmetohet se ai sallallahu alaihi wasallam thoshte në rukun dhe në sejdën e tij: Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir li. Thoshte Subhana Rabbil Azim, thoshte dhe këtë dua. I përsosur je ti dhe ty të takon lavdi o Allah, Zoti ynë, dhe ty të takon i gjithë falëndrimi o Allah, më fal mua. Ajo tha, ai po e zbaton dhe Kur'anin, pra po e komenton të atë në praktik. Pra, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. E përdorte pra këtë në këta jetë duke bërë dua në ruku dhe në sejdë. Po ashtu në dy sahihet nga Buhariu dhe Muslimi transmetohet prej tij sallallahu alaihi wasallam se ai thoshte, e kemi marrë të hadith në mësimet e kaluara: o Allah, më fal gabimin tim, padijen time, tebrimin tim në çështjet e mia dhe ato që ti e di më mirë se unë për veten time. O Allah, më fal gabimet seriozisht dhe ato me shaka, ato gabimisht dhe ato qëllimisht, dhe të gjitha këto gjende tek unë. O Allah, më fal atë që kam bërë më parë dhe atë që do të bëj më vonë, atë që kam fshehur dhe atë që kam bërë haptazi. Nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç teje. Po ashtu në dy sahihet, pra tek Buhari dhe Muslimi transmetohet nga Ebu Bekri Siddiku, Allahu që t'i kënaqë me të, se ai tha: o i dërguari i Allahut, më mësoj një lutje me të cilën të lutem në namazin tim. Edhe kjo dua ka ardhur në duan e istiftahut, pra dua të hapse. Ai sallallahu alaihi wasallam tha: thuaj, qul Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Pra tham që kjo dua ka ardhur në dua të hapse të namazit, qoftë ai farz apo vullnetar, të lutesh duke thënë: o Allah, unë i kam bërë shumë padrejsi vetes sime dhe askush nuk i fal gjunat përveç teje. Prandaj më fal me një falje prej teje dhe më mëshiro. Vërtet ti e falësi i madh dhe mëshiruesi. Po ashtu në Sunene tek Abu Daudi dhe Tirmidhiu dhe ka saksuar Sheikh Albani hadithin, transmetohet nga Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu se ai tha: o i dërguari i Allahut, më mësoj një lutje, pra një dua me të cilën të lutem kur të hyj mëngjesi dhe kur të hyj mbrëmja, po kur të gdhijem dhe të ngrysem. Ai sallallahu alaihi wasallam tha: qul, pra thuaj o Abu Bekr, Allahumma fatira as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahada, رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي
ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Pra, e mësoj që ti thot këtë dua që do i përshtash në shallan shqip në 3 momente të ditës. I tha, thuaj, o Allah, krijuesi i qiejve dhe i tokës, i dijshmi i së fshetës dhe së dukshmës, Zoti dhe sunduesi i çdo gjëje, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje, kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e vetes sime, nga e keqja e shejtanit dhe kurthet e tij, kanë thënë nga ftesa e tij për shirk, dhe që t'i bëj vetes time ndonjë të keqe, ose ta tërheq atë me ndonjë musliman për këtë të keqe. Thuaje këtë kur të hyjë mëngjesi, kur të hyjë mbrëmja dhe kur të shtrihesh për të fjetur. Pra askush nuk duhet të mendoj, thotë Sheikh Abdurazaku, se mund të jetë i panevojshëm për pendimin tek Allahu dhe për kërkimin e faljes së gjunave. Përkundrazi, çdo njeri ka nevojë për këtë vazhdimisht. Kjo ka qenë për fjalëve të Sheikhul Islam Ibn Taymiyah sallallahu sharaft në Majmua al-Fatawa. I dërguari i Kristit sallallahu wa salamu alaihi, ai i cili ishte prisi dhe imami i të dërguarve, shembulli i veçuesve të Allahut në adhurim dhe udhëheqësi atyre që do të vinë ditën e Kiametit me shenja drite nga abdesi, quhet al-ghurrul muhajjalin, do të ndriçojnë, do të jenë të bukur, kanë hijeshi dhe dritë dhe bardhësi nga shenjat e abdesit, ishte që bënte shumë istighfar dhe pendim ndaj Allahut, megjithse ishin falur gjunahet e kaluara dhe të ardhshme, ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima. Thot në fillimin e surës Al-Fath Allahu i lartësuar, vërtet ne të dham ty o Muhammed një fitorie të qartë, që Allahu të t'i falë gjunahet e kaluara dhe të ardhshme, ta plotësoj mirësinë e tij ndaj teje dhe të udhëzoj në rrugën e drejtë. Allah na bëf prej të udhëzuarve. Në saktin e Buhariut dhe të Muslimit transmetohet nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila tha, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam falej derisa këmbët e tij qashin, ose në transmetimi i ënjteshin, nga qëndrimi i gjatë në namaz. Unë i thash, thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ja Rasulullah, o dërguari i Allahut, a e bën këtë ndërkohë që Allahu t'i ka falur gjunahet e kaluara dhe të ardhshme? Ai tha, o Aisha, atë mos jem vallë një rob falëndërues, afala akunu abdan shakura. La ilaha illallah. Ibn Kathiri, komentuesi i madh i Kuranit në Damasku, Allahu mëshiroft, ka thënë, kjo është një nga veçoritë e tija, salawatullahi wa salamu alaihi, në të cilën askush tjetër nuk e ndan me të. Pra nuk ka ardhur ndonjë hadith të saktë lidhur me shpërblimin e veprave për dikë tjetër përveç tij se i janë falur gjunahet e kaluara dhe të ardhshme. Në këtë ka një nderim madhështor për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai në të gjitha çështjet e tij ishte në bindje, mirësi dhe drejtësi të plot, të cilën nuk e arriti asnjëri tjetër, as prej të parëve dhe as prej atyre që erdhën pas tij. Ai është njeriu më i përsosur në mënyrën absolute dhe zotëria i tyre në dynja dhe në ahiret. Përfundoi fjala e Ibn Kathirit në tafsirin e tij. Imam Buhari, Allahu mëshiroft, në saktin e tij transmeton nga Aisha radhiyallahu anha se ajo e dëgjoi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe ju afrua që ta dëgjonte më mirë se çfarë thoshte. Ishte momentet e fundit të jetës, para se të diste. Ndërsa ai ishte i mbështetur tek ajo me shpinë duke thënë salawatullahi wa salamu alaihi, Allahumma ighfir li warhamni walhiqni birrafiq al-a'la. O Allah, më fal mua, më mëshiro dhe më bashko me shoqërinë më të lartë, ose me shoqëritë e larta të melekëve. Pra në këtë thotë Sheikh Abdurazaku dhe përmbyllim, ka një tregues se ai sallallahu alaihi wasallam ishte i vazhdueshëm në kërkimin e faljes në të gjitha kohët dhe gjendjet e tij deri në çastet e fundit të jetës së tij fisnike. Pra është shembull për ne, është mësuesi ynë, është pasqyra jon.
Ashtu siç ai sallallahu selam alaihi i përfundonte veprat e tij të mira si namazi, haxhi, namazi natës dhe të gjitha dobimet e tij me istighfar, pra me kërkim falje, po kështu e përfundoi atë, pra përfundoi me të dhe jetën e tij. Pra i dha Allahu sukses atij deri në vdekje. Sa Allahu na bëj dobi me këto fletë që të gjuam dhe me këto ajete dhe hadithe, dhe të na bëj për atyre që dëgjojnë fjalët dhe pasojnë ato me përpëlmëri. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa barak nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.